Dita e zgjedhjeve duhet të jetë ditë feste, edhe besoj që kjo ditë do të jetë e tillë, pas një fushate të qetë dhe përgjithsisht konstruktive, që realisht u përmbyll në mënyrën më të mirë, më të bukur, me fitoren e jashtëzakonshme të Shqipërisë, mbrëm në futboll. Sot jemi këtu për ta ushtruar të drejtën tonë demokratike, të cilën duhet ta bëjnë të gjithë qytetarët pa dallim deri në fund të ditës kur mbyllen të gjitha vendvotimet, sepse sot ne bashkërisht si qytetarë përcaktojmë 4 vjet që në ardhshëm drejtimin e qytetit dhe të komunës sonë. Uroj që gjithçka të shkojë mbare mirë sot dhe që përfundimi të jetë i mirë për të gjithë qytetarët e kryeqytetit. Sot duhet jemi korrekt ndaj njëri tjetrit sepse jemi në ditë të zgjedhjeve. Duhet jemi sa më pozitiv dhe të inkurajojmë gjithë qytetarët të vinë në vendvotime, ta ushtrojnë të drejtën e tyre për të zgjedhur dhe ta kemi një përfundim sa më të mirë të procesit zgjedhor.